Tashmë e kthyer në traditë, Gjimnazi Muharrem Çollaku për të dytin vit radhazi organizoi ballon e fundvitit. Karakteristike e kësaj balloje ishin maskat e bëra nga vetë nxënësit, të zgjedhura në shumë klasë dhe art. Një ndërhyrje mes klasikes dhe modernes ishte atmosfera e kësaj mbrëmje magjike organizuar nga vetë nxënësit e shkollës. Nuk munguan surprizat që përfshin emocionalisht të gjithë pjesëmarrësit, si shpërndarja e dhuratave dhe ndarja e çmimeve të ndryshme, apo edhe finalizimi me një konkurs për maskën më të bukur. Nëpërmjet këtij aktiviteti, nxënësit e Gjimnazit Muharrem Çollaku përsollën mesazhin e bashkëpunimit, tolerancës dhe mirëkuptimit mes tyre. Nxënës dhe mësues u shkrin dhe u bën bashkë në një, në hijeshin e kësaj feste, ata i uruan njëri tjetrit festat e fundvitit. Ju përshëndet të gjithëve për të radhën e bukur që na dhuruat sot. Dhe tashmë ju